Të doja të ndalesha diçka, Suela, që është shumë e rëndësishme për prindrit që na ndjekin. Është bërë një trend i jashtëzakonshëm, është bërë aq virale, por edhe vetë algoritmit fëmijët të cilët qëndrojnë edhe në rrjetet sociale nga prindrit apo nga telefonat e tyre. Edhe kam parë dhe më ka ardhur shumë mirë që shumë edhe mjek kanë reaguar ndaj këtij fenomeni. Bëhet fjalë për ekspozimin e këtyre grup moshave të vajzave 10 vjeçare, 12 vjeçare ndaj produkteve Sephora. Të kozmetikës. Të kozmetikës. Një dëshirë, një varësi e tyre, duke parë se si është të qesh e bukur edhe si është të humbësh vetbesimin kaq shpejt, thjesht duke bërë këtë është e ke bërë. Po, e drejtë, dhe kam parë tek shumë vajza që i përdorin këto produkte dhe ndoshta prindët nuk kanë informacionin e duhur se sa të dëmshme janë produkte kozmetike për këtë grup mosh. Që te zhvillimi i tyre hormonal, që tek problemet me vetbesimin, nga ana psikologjike sa e rëndë është. Më thuaj një thirrje për të gjithë prindit që na ndjekin, të kontrollojnë se çfarë përdorin. Gjithçka fillon tek aftësia që kemi ne për të kontrolluar informacionin që japin fëmijëve tanë. Duke qenë se ne një telefon në japin që në moshën vogël, dhe kjo është një gabim madhor, detyrimisht këto linqet e shumta ose media sociale është kaq e dhënë bas marketingut se ato janë i gjen kudo. Dhe modelet që në ofrojmë si shoqëri, duke përfshirë dhe televizionin që është kryesor, por jo vetëm, televizion ndoshta nuk diqet më shumë sa diqen mediat sociale. Dhe detyrimisht modelet që na ofrohen entreprenorët ose personat VIP në thonjza, janë ato të cilit bëjnë një informacion të gabuar, dhe që këtu fillon e para, që duhet kontrolluar nga të parë nga shteti të gjithë personat që bëjnë këtë lloj gjëje. Duhet të jenë profesionist. Unë nuk mund të jem, unë jam, më fal, jam gazetar ose jam entrepreneur, dhe të bëj vlerësimin e një kremi, ose të një kremi për bebin, ose të një kremi plazhi. Mua nuk më takon kjo gjë. Që këtu fillon e para. Detyrimisht, unë duke parë si fëmijë që të tillë, që shikoj një bukuri të bërë dhe me filtra, detyrimisht, fëmija e merr nga kjo, fëmija merr informacionin që shef, dhe informacionin që ka vërdall. Ai nuk e filtron dot. Nuk e filtron dot, detyrimisht kjo i duket e saktë. Por efektet anësore që kanë kozmetika, jo vetëm tek fëmijët, por edhe të rriturit, është kronik. Është vrasës i heshtur. Është vrasës i heshtur patjetër, të plak shpejt, krijon një çrregullim dhe parfumet, jo vetëm, por dhe parfumet, nuk duhen përdorur në këtë moshë. Kishte dalë një studim që për grup moshat, për adoleshentet edhe për vajzat e vogla që përdorin parfum, ndikojnë shumë tek zhvillimi i tyre hormonal, tek cikli. Ullë e çrregullon, bën këtë që ne e quajmë pëcallsin, ose sindromën e vezorëve polikistike, domethënë një çrregullim të ndryshon edhe në jep probleme dhe në fertilitet. Po patjetër, lëkura është organi i madh i cili thith shumë. Domethënë çdo gjë që ne e vëmë lëkurën duket sikur nuk thith. Për 26 sekonda hyn në gjak. Po pra, hyn shumë kollaj, shumë mirë. Dhe unë kam thënë edhe për kremrat e plazhit, edhe për kremrat në përgjithësi që ne përdorim, duhet kemi shumë kujdes në përbërësit kryesor që ne shohim. Të mos kenë metale të rënda, mos kenë këto benzoatet, sepse të gjithë mos kenë ftalatet, sepse kanë efekte negative jo vetëm në sistemin endokrin, por kanë efekt negativ në rullin e sistemit imun, në intoksikimin hepatik, sepse çdo gjë që ne marrim do pastrohet nga mëlçia. Dhe një mëlçi e cila është e mbi ngarkuar nga ushqimi, nga ajri, nga uji që ne pim, nga rezatimet që ne marrim, nga kozmetika. Një femër, marrim një rast, një femër për ditë merr 140 kimikate. Një femër merr çdo ditë 140 kimikate? Nga make-upi, nga parfumet, nga kremrat që e marrim. Po. Dhe mendoj që kjo gjë të bëhet që në moshë të vogël, se çfarë do të ndodhi, me këtë vajzë, duke qenë se djem po i lëm çik më mënjan, se përveç xhelit kanë më pak produkte, kanë më pak, po kanë filluar dhe ata të kenë, po na afrohen afër. Mendo se çfarë ndodh me një fëmijë në moshën 10 vjeç, që kur të vej 40 vjeç, sa vjet ka që intoksikohet çdo ditë, jo vetëm në plakje, në mënyrën e plakjes së lëkurës, por në sistemin imun, në sistemin riprodhues, në sistemin e parandalimit, sistemi të parandalimit të tumoreve, sepse normalisht sistemi imunai dhe hepari, mëlçia, qofse ne kemi një mëlçi të shëndetshme, nuk ka kancer. Mëlçia është ajo që bën bllokimin në një farë mënyre dhe sistemi limfatik të qelizave tumorale, që çdo ditë ne krijojmë qeliza tumorale. Por është sistemi jon
imun, që i parandalon. është trupi që vjet Që vjet në lëvizje.